Kryetaret e bashkësive lokale bashkë me drejtorin administratës komunale Edin Shehu dhe zyrtarja për çështje gjinore Mibexhele Zhuri sot janë takuar e ku ishte edhe Mirjeta Nakavci nga shoqata UV, flasin për punën dhe angazhimet që kanë këta kryetar. Lidhur me këtë, drejtori Shehu tregon se ky takim ka rëndësi të madhe për komunën e Prizrenit. Sot së bashku me kryetarët e bashkësive lokale jena mbledhur për të diskutuar për planin lokal për barazi gjinore. Siç e dim, komuna e Prizrenit tashmë ka një plan të veprimit për barazi gjinore, që ne kemi kaluar në asamble komunale, e kemi marrë ligjshmërinë prej ministrisë dhe pas një kohë të gjatë komuna e Prizrenit bëhet me plan të veprimit për barazi gjinore. Arsyeja pse sot jemi të këtu së bashku me kryetarët e bashkësive lokale në mbështetje të Wend Women është për shkak se kush më mirë se kryetarët e bashkësive lokale mundën me ditë problematikën e lagjës, problematikën e fshatit ose problematikën e atij lokaliteti. Sot jemi dalë këtu edhe për të informuar me planin, po edhe për të marrur sugjerime prej kryetarëve të bashkësive lokale se çka mund të bëjmë për të ardhmen. Shfrytëzoj rastin të falenderoj gjithë kryetarët e bashkësive lokale, të cilët kanë gjetë kohë, na u kanë përgjigj ftesës tonë si komunë dhe ftesës së Wend Women, ku së bashku sot gjatë tërë ditës do t'i trajtojmë tema nga më të ndryshmet, po kryesisht për planin e veprimit për barazi gjinore. Kurse për rëndësinë e këtij projekti ka folur nga shoqata UV edhe Mirjeta Nakavci. Prezantim shumë të të përmende punësimin si një faktor që ndikon, kemi me kalu krejt, mande kemi me folë për shembull cilat janë sfidat, cilat janë mundësit, kështu që bashkë më vjen mirë që i prezantojmë këto pika. Faleminderit. Kryetaret e bashkësive lokale si Shukri Quni, Shukri Berisha e të tjerë kanë folur për sfidat që i kanë në vendbanimet e tyre, kurse dhe ata me përballen me probleme të ndryshme. Ndërsa sa i përket trajnimit që po organizoni ju për barazi gjinore, aty të ne në përfshatra mirë kemi punë, nuk jallo jemi konsultim por në fakt pjesëmarrja e femrës në pjesë nga viun, dhe me thonë është shumë pak. Për në rëndë parë është sepse punësimi i vajzave, sidomos vajzave të reja, në përvise rurale është jo i kënaqshëm. Dhe me thonë shumë pak punësohen. Edhe aty ku ka mundësi, nëse kemi tash fjalën të shkeljet drejta, po mendoj të barazi gjinore, su ku ngritë këtë çështje edhe shumë edhe në asambli, sidomos femrat që i përfaqësojnë 30%. Është ashtu. Pak i ngrisin zërin për mi mbrojt kolegët e tyre. Përballemi edhe ne me problemet e banorëve të cilët janë probleme shumë të mëdha si gjithë kryetarët e bashkësive lokale të tjera. Edhe ne kemi një problem atje me një ujë që ai uji është domosdoshëm me pas si banor të fshatit, me ujin përballen më shumë të gratë. Besoj që në qytet barazia gjinore ekziston, na ndajnë veç profesionet, jo barazia gjinore. Punë që meshkujt i kryjnë, femrat s'u kryjnë, ose edhe në sjelltas. Me marr shembull shkollën e lagjës Arban, janë 1028 nxënës, 72 punëtori ka shkolla krejt. Drejtori edhe 2 mirëmbajtës janë meshkuj, edhe 2 burra ndoket kanë dalë në pension, 68 femra. Aty i bjen disniveli i meshkujve. Por mua si femën, kur kanë kërkesa, ankesa, apo shka do qoftë banorët e lagjës, nuk kam një vend caktuar ku unë mund të caktoj një orar të caktum dhe ata mund me ardhë me shfaq, me adresuat ankesat, kërkesat e tyre. Dhe këtë e bëjmë ose në rrugë më presin, pra kur të kthehem prej puna, apo e din që kom dalë dhe kthena me një orar, ose shtëpinë theme e kom bo si kur një zyre ku mund vinë mi paraqit ankesat dhe kërkesat e tyre. Mendoj që kjo duhet më bo një zgjidhje për ne si femra që jemi zgjedhë, pra për herë të parë. Se në qytet është krejt tjetër punë, femrat janë më të avancuar dhe mund me ardhe që këtu në përmbledhja. Në përfshatra femrat nuk kemë
Na pse jemi zgjedhën kret në për fshatra, për shembull katë 7 kemi ma 6 dhe 7, jemi këtë mashkuj. Se femna s'kemi pas aty as konkurim. Kështu që gjithmonë kja ka me shku një kohë që si pas mendimit tim ka me shku një kohë shumë me punu në fshatra për me afru pak. Jemi prej Laxha është, prej kuvendi komunal, 17 të ndorim shkolla, natë shtëpi kulturës, këtë Laxhën e kemi shumë gjatë. Ky takim është i rëndësishëm edhe për faktin se në Prizren pritet të ketë edhe më shumë risi të tjera, tha drejtori Edin Shehu.